Ish konkurrentja e Ferma VIP, Alba Pollozhani ishte e ftuar mbrëmjen e dieshme në puntatën e radhës të Ferma VIP, ndërkohë që një situatë as pak e zakontë ndodhi në banesën që ajo ndan me partnerin e saj Lim Hoti. Limi postoi në Instastory një video ku shfaqej një vajzë provokuese. Postimi u fshi menjëherë, por kaq mjaftoi për të vënë në dijeni edhe vet Albën, gjatë kohës që ajo ishte ende live në emision. Alba bëri një thirrje se do shkaktoj tërmet në shtëpinë ku ajo po qëndron me Limin. Po bëj një thirrje publike për të gjithë banorët e rezidencës pranë liçenit artificial që të nisni të largoheni sepse do të jem atje për 30 minuta dhe në rast se ndodh ndonjë tërmet nuk mbaj përgjegjësi për asnjë, tha Alba. Më pas Alba ka treguar nëpërmjet një Instastory se ndodhej në zonën e liçenit artificial të Tiranës, por se çfarë ndodhi ende nuk dihet.